po flas për këto 3, eventualisht 4 kultura, lulediell, kolzë, panxar sheqer dhe duhan, sepse kanë përkuë, janë adaptuar, janë të përshtatshme për kushtet tona agroekologjike, do të punësoshin vetra mira njerëz prej prodhimit primar deri në finalizim. Dhe nëse këte analizojmë, do më thonë, krahas shkallës madhe të importit, nuk po e thamë unë, por po e thojnë dokumentat zyrtare të Agjencionit Statistikave, të Ministrive përkatëse, të dhona doganore, vitin e kaluar ne kishim importin goxha të madh marrëmendës të gjitha produkteve bujqësore, përfshi dhe duhanin edhe sheqerin, dhe nëse ne nuk kem sukses të kultivojmë oriz, bimë mediterane, agrume, kafe, e tjera, normalisht që diçka duhet të importohet. Por ideja është që të importohet më pak, dhe të prodhohet më shumë nga prodhimi vendor për të zbut shkallën e madhe të importit, dhe fare për fund do të kishim edhe një farë dozët të madhe të garancisë për originalitetin e produktit, sepse e din që ka jetu i prodhu dhe sa ke profil, sa ke zbatu në agroteknik standarde ushqyese, sepse shpesher Kosova përballet edhe me kontingjentet caktuara të ushqimeve që janë goxha të dyshimta pa ndonjë kontroll efikase, sepse mund të kenë vlera jo të duhura nutritive për hartimin, normimin ose përpilimin në racione ushqyese të konsumatorëve. Pra është me interes kjo çështje, do më thonë që t'jetë e nivelit të duhur, të përfilën standardet, të përfilën kriteret, sepse ka një çështje që është shumë e thjeshtë, po që se rregullojnë problemet në bujqësi, po që se përfilën kriteret e mirëfillta, po që se plotësojnë standardet, atëherë problemet do të ketë më pak mjekësi. Dhe kundërta, ky është roli, fundamenti i agronomisë përkatësisht bujqësisë, që në shoqëri nuk duhet të anashkalohet, dhe unë nuk kërkoj diçka më tepër, sepse jam i vetëdijshëm për to çka flas, por kërkoj që bujqësia ta gëzon dhe ta ketë tretmanin meritor që e ka në raportin e balancimit të digasterëve shtetëror, sepse vani ka nevojë, kjo s'diskutohet edhe për Ministrinë e Shëndetësisë, edhe për atë të ambientit, edhe për të arsimit e tjera, por me një kush që bujqësia mos të jetë e anashkaluar, po të ketë tretmanin që i përket dhe ato që e meriton. Dini çështje nga përvoja se çfarë do lloj projekcionimi i buxhetit në nivel shtetëror kur bëhet, po që se i njëjti është subjektiv, nuk koincidon zhvillim ekonomik, nëse nuk është sa dhe si duhet i balancuar. Po pikrisht dhe doja të fokusohem prapë të prodhime vendore në sija, sepse besimi që e kemi, ndoshta të prodhimet tona është më i madh, dhe kjo është një çështje edhe jo, po është mundësia e përcjelljes të gjitha stadeve deri në finalizim, kjo që po e thoni. Po pikrisht dhe ndikon shumë mirë, edhe nuk është shumë vonë për me fillu, tash mi vonë ndoshta disa hapen disa fabrikave, përmendëm edhe punësimin e shumë punëtorëve, sepse edhe papunësia është një çështje goxha e madhe tek ne. Ky vit është pak më specifik, aq po themi, sepse nuk kam kur njëherë një qëllim dekureus ose demotivus, po është edhe më i rënd, është edhe më i vështirë për fermer, sepse aktualisht ata po përballen me një çmim goxha marrëmendës të shtrejtimit të naftës, si pasojë e konflikteve, domethënë që janë sot evidente, dhe nëse nuk gaboj, po flas për një periudhë 5-6 javore, ose një muaj e gjys, nuk e di shumë përmendsh, po nuk gaboj shumë, ka qenë dikon një mom nëse e din, 1.16 ose 20 çmimi i naftës, ose dikon 1.10, do më thonë po flas për një periudhë relativisht të shkurt, që kjo shtën kostën e prodhimit të produktit për çka fermeri përcaktohet që të punoj. Jem të i folë konkretisht për mbjelljet pranverore, por që kostoja e hektarit të misrit nuk do del në kalkulimin përfundimtar e njëjtë me ato të vitit të kaluar si pasojë shtrejtimit të inputeve, por ose gjithashtu naftës, që është Çelës, është qysh me thonë alfa dhe omega për zhvillimin, sa ne flasim gjithmonë për mbjellje, masa operacionale, agrotekniket, për kujdesis e tjera, të gjithat mekanizuara, sepse po flasim gjithmonë për sipërfaqe të mëdha kultivuese, dhe sot kulturat lavërtare që neve i quajmë, pothuajse 100% janë të mekanizuara, por një çështje e tillë e mundson, domethënë, çmimi real i naftës. Këtë nuk e di sa dhe si do duhet të rregulloj, por di një çështje që isha dje në Shkup. Dhe ka u kthym një prej kolegëve të mi mur naft dje, po flas për dje, ishte 1.50,
këtu ishte një pikë të dhejtë, do më thonë, po flasë për një diferencë kohore që që kanë gjithë ata modalitetin, e subvencionojnë, e mbështesin ose e ulin akcizën të vëshëm për një pjesë të fermerve, sepse jam i vetëdijshëm, nuk ka më hjek akcizë ose të vëshëja, sepse shteti duhet krijoj edhe buxhetin, edhe këtë janë të qarta. Por ndoshta incentivat, ndoshta lehtësirat në këtë fazë para përgatitor ose përgatitores, përsa është fazë e rëndësishme që koincidon me mbjelljet pranverore, po të lehtësohej diçka për fermer, do të ishte dobiprurse. Unë kam thonë dhe përsëris gjithmonë që gjitha benefitet që i takojnë fermerit, ose që i meriton ai që duhet t'i gëzoj, duhet t'i marri gjithmonë pavarësisht këtyre procedura birokratik ose duhet ketë lehtësira, sepse duhet të shpërblet ai që punon dhe ngastra që punohet. Të mos kërkohet atje, domethënë, dosje të tëra, dokumenta të shumta se s'ka kohë, se s'din mi bëhet tjera. Por që ai të jetë i përcjellën që mos të kesh përdorët, sepse na kemi pas 2-3 ose 4 vite më parë rastet aferave me subvencione në bujqësi e tjera, dhe normalisht që ato i kontrollon shteti, i kontrollon çka diun policia, inspektorët, prokuroria, hetësia e tjera, dhe ai që ka kesh përdorë ose që e meriton gjobën, duhet të gjobitet, duhet të dënohet, duhet të ndërmshkohet, sankcionohet, vuhet në ato, nuk i di mirë shumë kriteret që i përpilon ministria, listat e zeza nuk i gëzon për disa vite me radhë benefitet e tjera. Por ai që punon dhe e meriton duhet ta gëzojë atë që t'i ofron shteti, sepse ka një specifikacion të veçantë për dallim nga sektorët tjerë. Në bujqësi, hartimi i politikave bujqësore është relativ. Nuk është fiks, domethënë ndryshon nga vitin e vet, nga çastin e çast, nga sezonën e sezon. Bujqësia shpeshherë karakterizohet me fatkeqësi elementare. Janë vërshimet, breshri, domethënë thatësia e madhe që i quajmë në ariditet e tjera. Ja ky në më thonë oscilim i madhë në berzën ndërkombëtare të karburante, unë të rast të nafte, se ata ka në mënyrë të drejt për drejt fermerin, dhe kjo do të ashton koston për njësisi përfaqësore, dhe domosdoshmërisht gjithmonë këto lëkundje, këto kriza, këto oscilime kur bëhen, zakonisht atakohet, sulmohet më shumë ti pjesa më e varfën. Do më thonë, kjo është evidente, kjo është sot aktuale, ne jemi faktor të vegjël dhe nuk mvaret kur gjë prej neve. Kosova 100% mvaret për importit, po flas për karburantet, dhe politika shtetërore duhet të sintetizoj, ndoshta për një periudhë të caktuar ose për një sezon të caktuar, 1, 2 ose 3 lehtësira për fermer me kusht që gjithmonë po thonë që ai lehtësim ose ai benefit të shkojë te fermerët e duhur dhe te qëllimet e duhura, te ngastra që punohet e jo te keq përdoret.